Mbi 2000 vjet më parë, Herodoti shkruajti: në paqe, djemt varrosin baballarët. Në luftë, baballarët varrosin djemt. Të dashur prindër, motra e vëllezër, të afërm, miq dhe koleg të Ibrahim Bashës, të nderuar autoritete të larta të shtetit, shkërqësi ambasador, zonja e zotëri ministra, deputet dhe të gjithë ju të pranishëm në këtë ceremoni lëmtumire. Ibrahimi, siç na kujtoi xhaxhai i tij mbrëm, mund të ishte varrosur si dëshmor. I rënë luftë sepse 2 herë me radhë kishte qenë në misionet luftarake të NATO-s. Por ai sot do të varroset si dëshmor, i rënë në krye të detyrës në kohë paqe. Egërsia në paqe shfaqet përgjithsisht në forma më pak ekstreme se sa në luftë. Por nga njëherë, ajo merr formën e një ekstremizmi vrastar që vetëm lufta mund ta bëjë të pranueshëm si pjesë natyrshme të saj. Dhe kur kështu ndodh, ne të gjithë ngërën kokën të pafuqishëm për të kuptuar lojën tek kanjozet të fatit apo vullnet në Zotit, dhe në pamundësinë më të shkajshme përpiqemi megjithatë të marrim vesh diçka që i tejkalon fuqitë tona për të kuptuar. Është një stërmundim po aq ekstrem sa vetë loja e fatit, që ne të tjerëve na bën të kërkojmë fjalë shëruese, të cilat asnjëherë nuk na vijnë dot për familjen, e mbledhur grusht nga befasia e një humbjeje të pakuptimtë. Ndërsa familjarët dhe prindrit sidomos, ky stërmundim i transformon në mishërimin e një dhimbje që s'ka Zot dhe jo më fjalë ta bëj të durueshme. Unë nuk e kam njohur Ibrahimin. As të gjithë ju që keni ardhur ta përcjellni sot me nderime jo për kush ishte personalisht për ju, nuk e keni njohur. Ne nuk dim asgjë për oborrin ku ka hedhur hapat e parë, rrugicën ku ka gjuajtur topin e parë, shkollën ku ka lënë mësimin për herë të parë, vajzën ku ka hedhur shikimin e parë. Nuk dim çfarë i pëlqen të hante, bisedonte, të bënte në kohën e lirë, as çfarë muzike të rikte më shumë dhe cilës skuadër futbolli i ishte besnik. Nuk dim as si u ndje kur iku për të luftuar jashtë atë dheut dhe as çfarë tregonte kur u kthye. Ne nuk e njihnim Ibrahimin dhe as do ta njohim ndonjëherë. Por ne erdhëm sot këtu ta nderojmë atë, edhe pse nderimi ynë nuk mund t'ia kthejë atij të ardhmen, që u vra bashkë me të. Edhe pse prania jon pranë tij sot nuk mund të jetë një kujtim tjetër në rrugën e jetës tij të re. Edhe pse për ulja, dhimbja e fjalët tona nuk mund ta zbusin zemrën e bërë gur të familjarëve dhe sidomos të prindërve të tij. Jeta që Ibrahimi mund të kishte më tutje, gëzimet që ai mund të falte më tej prindërve, dashuria që mund të vazhdonte të jepte motrave, vëllezërve, kanë ikur që të gjitha. E ardhmja dhe ëndrat e tij kanë mbaruar, sepse jeta e tij ndaloi për shkak të detyrës. Por pikërisht kjo e vërtetë e papranueshme na solli ne të gjithëve këtu për të përcjell me nderime jo njeriu që nuk njihnim, po të gjithë ata që janë gati të vdesin bashkë me të ardhmen dhe ëndrat e tyre për paqen dhe sigurinë e të gjitha familjeve tona. Ibrahim Basha është sot të gjitha ata së bashku. Duke nderuar këtë njeri me cilin ne nuk na lidhte personalisht asgjë, ne nuk përulemi përpara një personi të vdekur, por përpara një simboli të sakrificës. Trupi që na ka mbledhur sot këtu
është trupi një dëshmori dhe njëkohësisht shëmbulltyra e një ideali. Ai që ndron përpara nesh si dëshmi e gjallë e vlerës pachmueshme të paqes dhe të sigurisë për të gjithë dhe e nevojës për të kujtuar gjithnjë se paqja dhe siguria e familjeve tona nuk është dhuratë e Zotit, po përkushtim dhe sakrificë e njerëzve që nuk i njohim dhe s'do t'i njohim kurrë. Por pikërisht këtyre të panjohurve që ndodh ja kështu si sot, t'ja u dëgjojmë emrin kur s'janë më, u detyrohemi gjën më të rëndësishme për familjen e secilit prej nesh. Vazhdimsinë normale të jetës sonë, gëzimet që na falin fëmijët tanë, dashurinë që japim e marrim nga njëri tjetri. U detyrohemi sigurinë e të ardhmes dhe të ëndrave tona. Askush nga ne nuk e di sa të gjatë kemi mbi këtë tokë. Ne nuk e dim se kur dhe si, pse jo, fati ynë do të përmbys për gjithnjë planet tona. Por me të gjithën siguri që ne dim se nuk kemi asnjë fuqi ta zbrapsim ndërhyrjen e mistershme që do të ndërpresë jetën tonë, ne dim gjithashtu se mund të zgjedhim vetë si të jetojmë kohën që na është dhënë. Ne mund t'japim dashuri, jo urrëtie, mund ndihmojmë njerëzit që kanë nevojë për ndihmë, jo të mendojmë vetëm për veten. Mund të mësojmë fëmijëve tanë të jetuarit me gjërat që vlejnë me të vërtetë, jo me arritjet e kollajshme që squllin trurin dhe shkretojnë shpirtin. Ne mund të zgjedhim respektin për tjetrin në vend të përçmimit, respektin për ligjin në vend të shkeljes ligjit, anën e duhur të historisë vendit tonë në vend të anës gabuar. Por, në të gjitha rastet, në zgjedhjen që ne bëjmë, ne jemi asnjëherë të pandikuar nga shembujt me të cilët rritemi, nga modelet në të cilët besojmë, nga njerëzit të cilët admirojmë. Dhe unë duhet të përullem sot me ndjenjen më të sinqertë të respektit prindërve të Ibrahim Bashës. Dhe t'ju them, djali juaj jetoi me gatishmërinë për të dhënë gjithçka, sepse ju i dhatë gjithçka. Ai ishte në anën e çdo familje shqiptare që kërkon siguri e qetësi, sepse ju i mësuat atij vlerën e nderit, të respektit dhe detyrës. Sado e pamundur qoftë për ju sot, kur ju duket e kot çdo frymëmarrje teksa djali juaj ka pushuar së marrë frymë, unë ju përgjërohen të mos mendoni vetëm për atë që ai ishte, apo për atë që mund të bëj, të mos e torturoni vetëm me kujtimet që ju la, apo me parafytyrimet e nipave ose mbesave që nuk ju dha dot. Po ju lutem të mendoni dhe se sa shumë fëmijë apo të rritur, se sa shumë familje shqiptare janë mirë edhe fal përkushtimit dhe sakrificave të djalit tuaj dhe të shokëve të tij të armëve. Ai sot do të pret në vërtetë të shmurët atë dheut dhe është bërë për gjithnjë pjesë e gjakut të gjithë atyre që po vazhdojnë të kryejnë detyrën aty ku ai ra, apo do të kryejnë në gjenerata të tjera misionin e punonjësit të policisë shtetit. Një fjalë e vjetër thot, në fund fare, e vetmja gjë që mund të shpresojmë është që fëmijët tanë do të na bëjnë krenar duke bërë dallimin këtë botë. Ibrahimi e bëri dallimin edhe kur u kthye krenar në shtëpi pas misionet vështira jashtë vendit apo në operacionet policore brenda vendit, po edhe kur nuk u kthye dot më për shkak të detyrës. Unë nuk e njihja, por për mua ishte bërë një tjetër shembull i gjallë nga ata që ndikojnë në zgjedhjen e njerëzit, në mënyrën se si vendos ta jetojë qëndrimin e vet përkohshëm mbi këtë dhe ta bëjë detyrën që i takon. Ashtu siç është bërë padyshim një shembull frymëzues, jo vetëm për të gjithë ata që do të vazhdojnë të kryejnë detyrën e punonjësit të policisë shtetit edhe për të, po për çdo tjetër që kërkon frymëzim për të jetuar jetën duke bërë krenar prindërit e vet. Ju, prindër, vëllezër, motra të Ibrahim Bashës, jeni sot një familje dëshmori që në breza do të krenohet
me gjakun që dha për popullin e Shqipërisë, gjaku juaj. Ju punonjës policisë shtetit keni nga dje një detyrim më shumë për ta mbajtur të panjollosur uniformën e trupës suaj, jetike për sigurinë e qetësinë e këtij populli dhe një motiv të fortë më shumë për ta luftuar me kurajo, pamëshirë dhe sukses krimin. Ne që të gjithë kemi nga dje një arsye më shumë për të ecur më shpejt përpara në drejtimin e dur, që t'u japim fëmijëve të Shqipërisë një atdhe të denjë për gjakun e të rëndëve në krye detyrës. Lam të mirë, mik i panjohur, dhe të qoftë i lehtë dheu.